Kryeministri Edi Rama ishte në rrugën e re Shëngjin-Vlorë, teksa tha me përfaqësuesit e bizneseve se qeveria ka gati projektet e gjeneratës tjetër. Rama theksoi projektet e arkitektëve më të mirë në botë, do të zbulojnë pjesëza magjie të Shqipërisë që deri dje nuk aksesoheshin dot. Me këtë rrugë të re, si dhe me segmentet tjera të kësaj natyre që kemi investuar apo po vazhdojmë të investojmë për Shqipëri, i zbulojmë shqiptarëve, por edhe turistëve një pjesës të magjishme Shqipërie që deri dje ishte pa aksesueshme. Dhe patjetër që fuqizojmë mbështetjen për të gjithë ekonominë vendore të Shkodrës dhe të Lezhës, e nuk diskutohet, shtojmë të ardhurat e tjera për ekonominë tonë kombëtare. Më tjerë renditi disa nga investimet infrastrukturore në qarkun e Shkodrës në pikat më turistike. Kemi mbledhur dhe krijuar një rrjet absolutisht unikal arkitektësh, të cilët do të jenë edhe pjesë e pavionit të Shqipërisë në Bienalen e Arkitekturës në Venecia, që hapet së shpejti. Edhe kush nga ju ka mundësi dhe dëshirë, unë do t'i sugjeroj të shkoj ta shohë. Është diçka vërtet spektakolare ajo Bienale për gjithë ata që merren me direkt ose indirekt me ndërtime, dhe është krenari e madhe që Shqipëria në këtë edicion të Bienales do të përfaqësohet me një mozaik të jashtëzakonshëm arkitektësh. Shumë kush se beson akoma fare që kjo mund të ndodhi në Shqipëri. Por ja që kjo po ndodh dhe një pjesë e juaja janë në kontakt me ta, punojnë me ta. Janë projekte shumë ambicioze, por që do të tërheqin këtu atë që ne na mungon sot. Do të tërheqin fuqinë e madhe të konsumit nga ana e kategorisë së turistëve që shpenzojnë shumë. Sa kaq, Rama nënvizon se malet e Shqipërisë do të kthehen në Zvicër dhe Austri.